Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka depozituar ankimimin në apelin e gjykatës së posaçme kundër vendimit të 5 janarit, që caktoi për të masën e sigurisë arrest në burg. Ankimimi është regjistruar në apelin e posaçëm më 26 janar, ndërsa Meta kërkon që vendimi i shkallës së parë të rishikohet dhe të lejohet ilirimi i tij. Vendimi i gjykatës së posaçme i marrë me 5 janar detyroi kreun e Partisë së Lirisë të qëndronte në arrest me burg në kuadër të hetimeve për akuza për korrupsion. Rikujtojmë që në datë 5 janar të këtij viti, gjykata e posaçme rrezoi kërkesën e ish presidentit Ilir Meta për të liruar nga qelia. Vetë Meta nuk mori pjesë në seancë. Meta kërkon ndryshimin e masës së sigurisë në një masë më të lehtë, me argumentin se nuk përbën rrezik për prishjen e provave, intimidimin e dëshmitarëve apo të largohet nga vendi. Megjithatë, ato nuk u morën parasysh nga gjykatësi Erion Çela, i cili vendosi të lërë në fuqi masat e sigurimit ndaj Ilir Metës. Avokatët e Metës kanë deklaruar se ankimimi në apel do të shqyrtojë në detaje arsyetimin e vendimit të shkallës së parë, duke përfshirë procedurat e ndjekura nga gjykata dhe bazën ligjore të masës së sigurisë. Meta po hetohet për korrupsion, pastrim parash dhe mos deklarim të pasurisë, përfshirë përfitime të dyshuara nga kontrata publike dhe lobime jashtë vendit. Hetimi i SPAK ka dërguar ish presidentin në qeli, ndërsa procesi gjyqësor ndaj tij dhe të pashpërndehurëve vjen. Në të njëjtin proces gjyqësor, ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi po hetohet gjithashtu nga SPAK për korrupsion, pastrim parash dhe mos deklarim pasurie. Ajo është me mas siguri detyrim paraqitje.